إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi të kanë Zotë Gjelle Taala, paqja, mëshira e tij qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e profetit, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët musliman që ndjekin mësimet e tij deri në kiamet. Agjërimi shtyllë e fesë. Një ndër shtyllat e fesë islam është agjërimi, është shtyllë madhështore në islam. Tejet mahnitse. Jo veç për muslimanët, por edhe të tjerë. Ndikimi i agjërimit ka qenë herët në shoqëritë ku kanë jetuar muslimanët dhe aty ku kanë jetuar edhe jo muslimanët. Për ata agjërimi vëllezër është një ndër metodat që muslimanët e hershëm e kanë përdorur edhe për davet, për thirrje, për mi thirr të tjerët në islam, sepse bukurit, hieshia e tij, forma, organizimi i tij është teje mahnetës, jo veç për neve muslimanët. Edhe pse vjen çdo vit përsëritet agjërimi, neve na duket se çdo Ramazan që vjen është më interesant se ai i cili ka kalu. Kjo është e bukur dhe madhështia e shtyllave të islamit. Sikur ata që shkojnë në haxh. Nëse shkon në haxh mendon se ai haxhi është më i mirë i cili ai e ka përjetu, por nëse e përsërit edhe një herë, pas disa viteve, e harron haxhin atë përjetimin e parë, i duket ky përjetimi tjetër që është shumë më interesant. Kështu është edhe agjërimi. Ai shihni vëllezër se ndikimi i tij i detyron edhe kryeqytetet më të mëdha të botës, do thotë i detyron që të bëjnë diçka për agjërimin. Qofshin edhe ato stolit, do thotë që i vendosin në qytete e iftarët e ndryshme që organizohen në përbot e kështu me radhë. Për çka? Sepse e shihni se sa e mahnitshme është ndikimi i tij. Ndikimi i tij është aq i mahnitshëm sa që nëse hipotetikisht kishim marrë ne këtë organizim për mu çu njerëzit me një kohë të caktuar, siç është syfyri, dhe për me bo me një kohë caktuar të iftarit, vetëm paramendone sa ju zhdasht një shteti, çfarë buxheti, sa njerëz, sa kamera i zhdasht mu vendos dhe me verifiku se filani dhe alani, a ju në qu sonte në syfër apo nuk ju në qu, a kanë bo iftar me ko apo nuk kanë bo. Ka do thot mendja njerëzore, nuk mundet me dizajnu, as nuk mundet me menaxhu, por këtë e ka dizajnu shpallja hynore, Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe menaxhohet mbi bazën e besimit dhe lidhjes që i kemi ne me Zotin që pikërisht në agjërim na ka thirrë, o ju që keni besu, agjëroni sepse agjërimi u bë farz për juve. Në këtë besimtarët kudo që janë në tokë, e fillojnë me syfër dhe e mbarojnë mbi bazën e çiti besimit dhe besën që ja ka dhënë Zoti Gjelle Taala se ne kemi me qenë përkushtuar. Për ata të nderuar vëllezër besimtar, në islam adhurimet nuk janë thjesht rite formale, nuk janë lëvizje të pakontrolluara, nuk janë do thot lëvizje të cilat janë çroditse, të cilat në dukjen kur njeriu e sheh se diçka nuk është në rregull. Por në islam ritet fetare janë tejet thelbësore, janë mjete për pastrimin e shpirtit fillimisht, për largimin e të keqes nga vetja jonë dhe për afrimin tek i madhi Zot Gjelle Taala. Ritet në islam janë lidhje mes tokës dhe qiellit, ku njeriu hap një derë, e cilën vetë e ka mbyll atë mes tij dhe Zotit vet. Vetë ai është që u shlargu nga rruga Allahut Gjelle Taala dhe vinë këto norma, vinë këto shtylla siç është agjërimi dhe njeriu e qel
derën mes tij dhe Zotit dhe kërkon afërsinë dhe që kjo lidhje të jetë lidhje e cila e bën njeriu më ndërgjegjshëm, më të vetëdijshëm dhe e bën më të përkushtueshëm në devotshmërinë e tij në rrugën e Zotit, siç thot Zoti në Kur'an la'allekum tattaqun, ndoshta ju do të bëheni më të devotshëm, ndoshta ju do të bëheni më të mirë se sa keni qenë para agjerimit. Andaj rritet nuk janë formale, por agjerimi është një shkollë e heshtur e karakterit njeriu që e sfidon karakterin e njeriu dhe e forcon atë se njeriu pra mundet në jetën e përditshme t'i lojnë disa gjana të cilat nuk i ka hije besimtarit. Ai është një transformim i mbrëmshëm, të cilët jo një muaj kalendarik, por është një udhëtim i mbrëmshëm që e kthen njeriu drejt vetës dhe drejt Zotit të vet. Po ndalemi shumë shpejt, vetëm po i përmendi disa ndikime formësuese të agjerimit. Tham, ai ka ndikim në nivelin global, ka ndikim në jetën, ka ndikim në çdo sferë të jetës. Edhe aty ku nuk agjerohet, agjerimi është prezent. Spaku mohabeti ditës. A i agjerueshëm, a nuk i agjerueshëm? A e qënë sufër, a nuk i qënë sufër? Qysh po të shkon me agjerim, janë mohabetet të përditshme qoftë edhe në ato ambiente kur njerëzit nuk agjerojnë. Kjo është ndikimi, kjo është madhështia që i detyron të gjithë njerëzit, administrat, shkolla, jetën tonë, organizimin e jetës e kështu me radhë, ndryshon me bë sipas normave dhe rregullave që i ka kjo obligim për obligimeve të Zotit. Një ndër gjanat do thotë që ka agjerimi ndikim formësues është forcimi i vullnetit. Agjerimi mëson muslimanët ta kontrolloj veten dhe të frenoj dëshirat. Ai e lartëson njeriu në moral të lartë, saqë morali i tij ngritet kur është agjerueshëm, ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari arrin me moralin e tij të mirë gradën e atij që është agjerueshëm dhe gradën e atij që falet vazhdimisht, sepse e forcon vullnetin, një vullnet të habitshëm për me qenë i gatshëm për me agjeru, me qenë i gatshëm për me fal namazin, qenë i gatshëm për me fal namaz nafile, me qenë i gatshëm për me lexu Kur'an, qenë i gatshëm një vullnet mahnetës për me bo mirë, sepse nuk ka moment dhe kohë që muslimanët japin sadaka, japin zeqat, japin bamirësi, dhurojnë dashuri më shumë se sa në këtë muaj që është muaj pra i forcimit vullnetit. Për ndikimeve që ka formësuese agjerimi, dashur vëllezër besimtar, është ndërtimi i vetdijes shpirtërore. Agjerimi forcon ndjenjen e përgjegjësisë para krijuesit. Ai mëson besimtarin sepse ai e din që Allahu e sheh edhe kur njerëzit nuk e shohin. Kjo është vetdia më e lartë që mundet njeriu ta formësoj veten e vet, që punët e tij, organizimin e jetës së tij, në raport me Zotin, në raport me njerëzve, ta bazojnë mbi këtë parim, se Zoti po më sheh edhe atëherë kur njerëzit nuk më shohin. Kjo është teje domethënëse, që njeriu pra t'i largohet të këqijave, mos shkoj atje ku Zoti nuk e ly prej tij ose ja ka ndalu atij, e kështu është kjo vedije, kjo ndërgjegje që bazohet mbi një ndërgjegje të mbrëmshme e jo mbi një dukje të jashtme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e shënon Buhariu dhe Muslimi, hadithi kutsi, kullu amali ibn Adem leh illa sawm fa innahu li wa ana zibi. Thot Allahu xhalla taala nëpërmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo punë është për birin e Ademit, çdo vepër është për njeriu. Thot Zoti vetëm përpos agjërimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Për atë agjërimin dietarët e kanë fut në shtyllën ku shpërblimin e tij nuk ka kush që e din. As njeriu në tokë, as engjujt në qiell, por e din vetëm Zoti, sepse kjo është prej specifikave të agjërimit që e kalon i madhi Zot mi shpërbly besimtarët ditën kur dalin para tij, e na boft Allahu prej të tillëve, e na boft prej atyre që e meritojnë shpërblimin e të madhit Zot. Prej formave ndikuese që ka agjërimi në formësimin e besimtarit në karakterin e tij është edhe edukimi me durim. Agjërimi mëson njeriu të duroj me bindje ndaj Allahut, duke u përmbajtur nga ushqimi, pijet dhe epshit për hir të tij. Pra njeriu pas ka mundësi me duru
kundrejt mëkateve, kundrejt gjënave të cilat janë të ndaluara në këtë jetë, sepse njeriu në esencë në agjërim po e stopon vetëm prej gjënave të cilat në esencë janë halal për një interval kohor. E i kërkohet pra si mësim, si ndikim frymësues, është që njeriu ta mësoj veten, ta frenoj prej atyre gjënave që Zoti nuk i dën. Për ata profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Es-siyamul junne", agjërimi është mbrojtje. Kur e shpjeguan dietarët thanë mbrojtje prej zjarrit të xhehenemit. Dhe fundit që e vlen me përmend, agjërimi ndikimin e ka edhe në falënderim për begatit, ku njeriu largohet përkohësisht nga ushqimi, nga pija, nga gjërat të cilat i ka pra të lejuara për një kohë, për një interval kohor, ai duhet që të jetë falëndërues ndaj begative të Allahut xhalla taala, sepse këto nimete që ne nuk po i përdorim për një interval kohor, prej syfyrit deri në iftar, ka me miliona e miliona njerëz që çdo ditë nuk i shijojnë këto begati. Ne spaku i kemi lënë, kemi privu veten, nuk i ofrohemi këtyre, vetëm e dim deri në iftar. Në iftar, kur të shtrohet, sofrat tona janë të begata, janë të mbushura me lloje ushqimeve, e për këtë Allahu xhalla taala ja kujton muslimanëve të i thotë: "Wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Zoti jot ka urdhëruar se ju nëse jeni prej falëndëruesve, ai ka mjaftu juve të mirat. E ne duhet me qenë falëndërues ndaj begative të madhit Zot xhalla taala, kur ato mungojnë dhe kur ato nuk mungojnë. Duhet besimtari me mësu veten dhe gjuhën e tij në çdo gjendje, mi thon Zotit elhamdulillah o Zot, me tëna të mirat jemi, elhamdulillah o Zot, jemi mirë në shëndetin ton, jemi mirë në familjet e tona, jemi mirë në shtetin ton. Këto kërkojnë një falënderim të veçantë që besimtarët duhen të jenë të vetëdijshëm dhe duhet patjetër që në vazhdimsi këto ditë të agjërimit ta falënderojnë Allahun për nimetet, për begatit, që Allahu mos na mungon kur dhe mos na sprovon Zoti me begati. Elëse Allahun xhalla taala në këtë ditë Ramazanit, ditë bekume, që Allahu xhalla taala i pranon lutjet e besimtarëve, që ta pranojë neve agjërimin, adhurimet tona, lutjet tona dhe çdo vepër që e bëmi të jetë për hir të Zotit xhalla taala, të arrijmë kënaqësinë e tij ditën kur dalemi para tij. Lutni Allahun xhalla taala sepse Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarëve.